Kryetari i Kuvendit të Kosovës ju ka shprehur ngushëllime familjeve të viktimave të sulmit në Quebec të Kanadas. Theksoi se Kosova qëndron për krah këtij shteti në këto momente të vështira. Ai në një postim në rrjetin social Facebook shkruan se sulmi në Quebec të Kanadas, aty ku toleranca dhe diversiteti janë vlera të respektuara në maksimum, është vërtet i dhimbshëm. Ngushëllime për familjet e viktimave dhe shërim të shpejtë për të lënduarit. Kosova ndodhet për krah Kanadës në këto momente të vështira, ka shkruar Veseli. Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Tehuta Agjiu ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Isa Mustafa, i cili ka thënë se nëse gjatë muajit shkurt nuk miratohet demarkacioni, qytetarët e Kosovës do të mbesin pa viza edhe në vitin 2017. Deputetja ka thënë se është korrupsioni çështje kyçe për liberalizimin e vizave, duke potencuar se kjo qeveri nuk e ka elementet as më të vogla për të luftuar këtë dukuri. Çështja kryesore është korrupsioni. Prandaj në këtë drejtim duhet të dihet se çfarë ka bërë qeveria Mustafa për të luftuar këtë dukuri. Kjo është kërkesa kryesore, kurse demarkacioni normal është një kriter për i cili duhet të bëhet si kanë kërkuar ekspertët e ose dëshiron Isa Mustafa apo Murat Mia, ka thënë Hagjiu. Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të ndaluar hyrjen e refugjatëve sirian do t'ju kushtojë këtyre të fundit me jetë, ka thënë organizata humanitare Mjekët pa kufi. Urdhri ekzekutiv i presidentit në mënyrë automatike do të bëjë që njerëzit të bllokohen në zonat e luftës dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë u rrezikon jetën, thuat në deklaratën për media të kësaj organizate. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike në Shqipëri ka njoftuar blerjen e 10.9 milion euro energji elektrike për muajin shkurt. Sipas njoftimit zyrtar të OSHE-s, sasia vlerë e energjisë elektrike është 368.000 MW energji elektrike, duke konvertuar në vlerë monetare është 10 milion euro, me çmim meshatar prej 65.19 euro në megawatt. Sipas burimeve nga OSHE, duke qenë se nga ofertat e ardhur në fazën e dytë, nuk është arritur sigurimi i sasisë së kërkuar për të optimizuar portofolin ekonomik të kompanisë. Komisioni i blerjes vendosi të negociojë me të gjitha kompanitë për të rritur sasinë dhe për të ulur çmimin për njësi. Roger Federer ka bërë një deklaratë të jashtëzakonshme në triumfin e tij në Australian Open, një finale dramatike ku kundërshtari pati rivalin e përbetuar Rafael Nadal. Kishte disa vite që dyshja nuk ishin përballur me njëri tjetrin, dhe diela ishte momenti që gjithë bota e tenisit e priti. Tenisi është sport i vështirë, nuk ka barazime. Nëse do të kishte barazim në tenis, atëherë do të isha e lumtur që të pranoja atë dhe të ndaja me Nadalin, ka thënë Roger Federer. Për këto dhe informacionet të tjera klikoni gazetën online parollla.net. Mirëmbëjtje.